Përpara ka pas ma respekt, se gruaja ja ka besu hallit burrit, a kupton? E jo për dy fjalë sot po ndohen, po lanë fëmijën, po jesin fëmija, pa prind. Ai është, unë për shembull po edhe me nxjerrje, po ja lë shembull, po ja dalim me vazhdu jetën, se jo me pas edhe probleme brenda familjes. Ti duhet me mendu për çunat që ka bë. Duhet me kanë drejtat e barabarta vëlla. Unë nuk e kam marrë gruan veç me ma bë bukën dhe me mi pastru teshat. Si po kalon? Mirë. A më një kompliment më dallon shumë artist më dukesh, a? Si tamam një ndryshim pak me stil për njerëzve. Jeton? Jashtë jetë, në Itali. Italiano. Tamam stilin italisë pas. Histori tjere se mi faqja më e madhe në Kosovë jemi. Itali, që sa vite jeton? Jam që shumë kohë, që 25 vite. 25 vite. A të me familje atje? Po, me familje. Shte e martu bje? Po, kam 2 quna. 2 quna? Po. Që sa kohë? E martu? Jam martu para 20 vite. Djali madh ka po 18, i vogli ka 12. Bashkëngën e ki shqiptara, po? Po, tutë po dujevës. Ju si lëshone. Unë e di që burat e podujevës i tojnë gratë ma shumë. Kosovë, është vërtet Po, më varet që s'po di qysh më të shprejt, na shprejnë dashuria është, nuk do të thot veç po dojevës që i dojnë. A mu e sa kemi të gjuhë, po duhet burat bëjnë ma shumë se gratë, po. S'di që të them. Që për shambull, rëgëndonë, sa bënë? Që ka bënë për rëgëndonë? Që ka sakrifikojnë? Dho jetën burë. Jetën? Po. Pse? Po ma pyetjim pse? Pse pra? Pse? Aja kish bleti jetën, me dhanë për bashkërësin. Po jep, pse t'ka kriju familje. Do të me pasë respekt ndaj gjinisë femrore. A mëne që sot gratë nuk po respektohen sa duhet i bura. Ty po që ka dhonë shumë. Mendimin tim, se di, ndoshta është 50-50. Edhe burat nuk marrin respekt pi grave. Jo, se ka ndryshu edhe shumë edhe përpara ka pas ma respekt, se gruaja ja ka besu hallit burrit, a kupton? Po tash pa ka ndryshu, tash janë civilizu ma shumë, edhe tash të rejat ma jeta është modernizu. Tash di çka me ndodh, policiani fill ja thirr. Nuk di, tash unë jem një gjenerat me e moshme, po këta shtatrit që po shefni për televizionin, po martohen, po që martohen, o shoku. Sa po pengojnë që ta shqiptarëve me Shumë po pengojnë, qore na kemi po zakonet e mira, o shoku jam. A kupton, na jemi rrit, na kanë rrit prindit me sakrifica, e dim çdo njoni çfarë gjendje shkem qenë edhe çfarë gjendje jemi tash. Qëto tradhtit që kjo dhuna që mu vjenë shumë familje, që shjeti e pati? A shumë keq, më vje shumë keq, se gjdo sen, ta gjdo njëri që është martu, ka mos marrëveshje, po, dohet mos gjithë me dialog, e jo për 2 fjalë sot po ndohen, po lanë fëmijën, po jesin fëmija, pa prind. Ai është, nuk në rregull. Na tu punu për shembull tanë, po punu gruaja. Unë për shembull punë edhe me nxjerrje, po ja lë shembull, po ja dalim me vazhdu jetën, se jo me pas edhe probleme brenda familjes. Ti duhet me mendu për çunat që ka bë. Ashtë ashtu ajo. Vërtet është kjo? Unë foli ato që di që ma merë mendja. Po pëlqen se pja di ke sakrificat vlerat e një gruas ti. Ja di shoku, do të me pas respekt ndaj gruas, po edhe gruaja ndaj burrit do të me pas respekt. Është rasjeltas kjo? U bëj apel gjitha, nuk du me paragjyku kërkondin. Po do të... E shojnë si ropë. E kanë martu vetëm thjesht mja bubukën, mja lot teshat. Nuk kanë rregull ajo. Drejta do të me qenë gatit para barta. Ti a bon më ta bon një pyetje unë ty. Vite era në gazetar me të bo. Po, unë kom drejt me të bo, edhe pse je gazetar, kom drejt me të bo pyetje.
si burë, si gruaja, është njëri aja, ka gjak edhe femra, a ka gjakun si unë. Sigurisht. Njëri është, e ka kriju Allah, e si mu, si gruan, si burrin. Do të me kanë drejta të barabartë, vlo. Unë nuk e ka marrë gruan veç me ma ba bukën dhe me mi pastru teshat. Ose si shqiptore. Unë kisha jetu edhe, mos me pas gruan, e që kisha jetu. Se di me jetu, di me bo kuzhinë, di me latesha, di me stirat. Po, Çfarë menimi ke për të burra si shqiptore që trajtojnë gratë e tyne? Jo si gra. kisha bo apel, vlla, me ndrru pak mentalitetin, mu civilizu pak. Kanë kaluar të kora. Do të me jetë në bazë kohës. Do të e një model tamam evropian kështu. Që, nuk është evropian. Çdo njeri veç mund dalë edhe me mendu, shumë lehtë është me i ragjënu gjërat. Ashtu ashtu apo jo? Ka ndryshime mentalitetin me venit këtij ku jeton atje. Po, ka. Çfarë ndryshime sheh? Po ka, janë të ndryshime, janë njerëz ma civilizum, janë njerëz ma, si them, ka gjëra të mira, po ka gjëra pozitive, po ka dhe gjëra negative, domethënë na kemi do gjëra pozitive që ata i kanë negative. Çka kishe pas qef të gjërat më të mira ti? Nomi marr, ti atyve, si shqiptar, që i ka vendi ti ku jeton atje. Unë kisha pas dëshirë që janë njerëz ma korrekt se ne për të gjëra. Çfarë korrekt? Që nuk kanë urrëtin ndaj njëri tjetrit. Apo kupton? E dojmë punën, pikë spori punojnë me seriozitet. Jo pla, me lofe. Ashtu kisha pas qef, po edhe këtu, ndërkohë, ma merr mendja që do të djena ajo kohë, veç që ndoshta duhet pak kohë. Një mesazh gjithë njerëzve kudo që na shohin, historitë jetës, një mesazh, një këshill për jetë. Çfarë kisha thënë ti? Për jetë kisha pas dëshirë mu bo apel gjithë popullit shqiptar, që e du pa mos, pikë spori, se na jemi përmallu për këtë vend, se jemi shkep në për Evropë, në për botë, që me konë bashkum, me konë nga të familje, me rujt familjen, me rujt nderin, me rujt njëri tjetrin, jemi vlezër, edhe me ecë për para, më na mor lakmi, tjera nacionalitete. Kjo është mesazhi im. Shumë kënaqësi që bisedova me një person si ti. Përoj shëndet, gëzime, edhe shumë respekt. Faleminderit, edhe ju keni respekt, e punë të barë, e urime festat e fund vitit, inshallah është një vit i paqes, i mbarë, me të mira, me harmoni me të gjitha. Inshallah 2026 na bje shumë të mira. Faleminderit. Gjitha familjet. Faleminderit. Më të mira ty, faleminderit shumë.